Kombëtarja e Kosovës ka pësuar humbje me rezultat 1-0 në shtëpi ndaj Turqisë, në finalet të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Dardhanët ishin shumë të mirë në këtë pjesë, duke dominuar kundërshtarin dhe duke mos lejuar shumë hapësira për të rrezikuar portën e Aro Murić. Shenjat e para në këtë ndeshje, Kosova i dha në minutën e 21, ku pas një aksioni të bukur topi i dhuruar në zonë nga Veldin Hoxha u bllokua nga mbrojtësi turq. Rasti më serioz për gol erdhi në minutën e 28, kur Fisnik Aslani, me një super goditje, arriti ta godas shtyllën, ndërsa nga topi i kthyer, Vedat Muriqi nuk ja doli ta çojë topin në rrjet. Në rastin e vetëm në pjesën e dytë, Turqia ja doli të shënojë me anë të Kerem Aktürkoğlu në minutën e 53 për rezultatin 1-0. Kosova pati një mundësi të mirë shënimi me anë të Fisnik Aslanit, por portieri mysafiri ishte në natën e tij dhe nuk lejoi që të mposhtej.